Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në prezantimin e projekteve të 12 finalistëve nga vende të ndryshme të botës për ndërtimin e Parkut të Besimit, një hapësirë unike që do të ndërtohet në Petrel, brenda të cilit do të bashkëjetojnë të gjithë besimet fetare. Në fjalën e tij, Rama tha se Parku i Besimit nuk është një simbol i festë, por është një foltor adhurimi ndaj jetës dhe natyrës. Gjithë këtu. Si miq, si ndërtues urash, si rojtar të kujtimeve, si bashkëudhëtar në këtë tokë. Më lejoni ta nis duke thënë se për mua personalisht është një moment fantastik, sepse qysh prej shumë kohësh kam kopra që flas e që pres me padurim që kjo nismë të gjej hapësirë e të nisë të gjalloj. Sot jemi mbledhur në këtë vend që dikur formësohej nga gjua e ashpër e urdhrave e divizioneve të kazermave ushtarake, një vend ku uniformiteti marshonte shumë më fort se sa uniteti dhe ku po bëjmë një transformim fal talentit të Kengo Kumas dhe këmbëngulje së Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Me shpresë së shpejti do të kemi mundësi që ta hapim këtë ta çelim të hapësirë për një qëllim krejt të ndryshëm e për aktivitete krejt të tjera për njerëz krijues, të talentuar e për çdo që na viziton e kërkon ta ndaj këtë hapësirë. Por më shumë se kaq, po kemi sot të nisim diçka më të butë, po nisim të mendojmë në terma konkrete përballë 10 projekteve për të ardhmen e një zone të tërë përreth që do të bëhet Parku i Besimit. Sipas kryeministrit, Parku i Besimit do të jetë një hapësirë re për reflektim, frymëzim dhe bashkim shpirtëror, ku secili do të mund të ndjejë lidhjen me natyrën dhe rrënjet e historisë sonë.